Miqtë e hapësirës Aktualitet në Channel One, do t'jemi bashkë për 30 minuta me ambasadorin e Shqipërisë në Bosnjë e Hercegovinë, zotin Flamur Gashi. Zoti Gashi, përshëndetje edhe një herë dhe faleminderit që pranuat ftesën për të qenë pjesë e këtij televizioni dhe kësaj hapësire. Faleminderit për juve, përshëndetje gjithë teleshikuesve tuaj dhe përgëzime për këtë televizion të ri, hapësira shqiptare. Atëre ju jeni përfaqësuesi më i lartë shqiptar në Bosnjë e Hercegovinë, pra ja akredituar atje. Fillimisht një opinion tuaj në përmbledhas, sepse më vonë do hyjmë edhe në detaje. Bosnjë e Hercegovina është një shtet rreth 20 vjeçar, pra që ka fituar pavarësinë. Do doja të dija, më që jeni dhe në kontakt të përditshëm me të gjitha strukturat atje, si e shihni këtë shtet? Unë do ta cilësoja 20 vjeçar. Bosnja e Hercegovina nuk është një shtet 20 vjeçar, mund të themi se është shtet që ka rreth 20 vite që ka fituar pavarësinë pas shpërbërjes së ish Jugosllavisë. Bosnia e Hercegovina ka qenë shtet brenda shtetit, po themi ashtu, njëra nga 6 republikat e ish Jugosllavisë. Por ka kaluar pas shpërbërjes së ish Jugosllavisë dhe shpalljes de facto dhe de jure të pavarësisë së saj nëpër një golgotë të paparë. Lufta e tmerrshme rreth 4 vjeçare, 5 vjeçare në Bosnjë e Hercegovinë ka sjell me qindra e mijëra viktima. Sot llogaritet në Bosnjë e Hercegovinë të jenë rreth 300.000 të vrarë, të zhdukur, të humbur etj. Pra një luftë e përgjakshme me pasoja të jashtëzakonshme. Gjithsesi do të ndaleshim kryesisht atje jetojnë disa etni. Unë do t'i nënvizoja, janë serbët, kroatët dhe disa komunitetet të tjera, por që në përqindje, pa hyrë në përqindje, do të dija si bashkëjetojnë të gjithë këta komunitete. Është i vetmi shtet ballkanik që ka dhe këtë përbërje. Në Bosnjë e Hercegovinë, përveç 3 etniteteve kryesore që janë bosnjakët musliman, bosnjakët katolik dhe bosnjakët ortodoks, pra serb dhe kroat që quhen, janë të regjistruara dhe të pranuara nga shteti i Bosnjë e Hercegovinë së paku edhe 18 etni të tjera, apo pakica kombëtare që jetojnë në këtë shtet. Fatkeqësisht, raportet e krijuara në fillim të viteve 90 nga politika represive e Slobodan Miloševićit, nga përkraja e parezervë e ushtrisë dhe paramilitarëve të tij, ka sjell pasoja të paimagjinueshme edhe për raportet ndërkonfeksionale dhe ndëretnike në Bosnjë e Hercegovinë. Ka pas fillimisht luftë edhe në mes kroatëve dhe bosnjakëve. Pastaj është arrit një marrëveshje mes kroatëve dhe bosnjakëve dhe ka qenë një luftë e gjatë me serbët. Derisa ka edhe momenti fatlum, fatmir në atë kohë, konferenca e Daytonit që ka mbyll kapitullin e luftës në Bosnjë e Hercegovinë, por që ka lënë shumë probleme pas. Edhe sot, pas kaq vitesh të konferencës së Daytonit, ne shohim që duhet të intervenohet dhe të ndërhyret sa më parë për të zgjidhur disa ngërçe kushtetuese dhe për të stabilizuar në aspektin politik dhe për të krijuar mundësi të funksionalitetit të plot të Bosnjë e Hercegovinës. Pse e them këtë? Në bazë të marrëveshjes së Daytonit, ne kemi 3 etnitete në Bosnjë e Hercegovinë, por për këtyre janë 2 etnitete shtetformuese. Një etnitet është etniteti serb, i cili ka 49% të territorit për shtetit e Bosnjë e Hercegovinë që quhet Republika Srpska, dhe 2 etnitetet e tjera, ai bosnjak musliman dhe kroat, krijojnë Federatën e Bosnjës dhe Hercegovinës. Pra, kemi Republika Srpskën, kemi Federatën e Bosnjës dhe Hercegovinës, por kemi edhe një distrikt ndërkombëtar që administrohet prej ndërkombëtarëve, që quhet distrikti i Brçkos. Duke marrë këtë brenda Federatës së Bosnjës dhe Hercegovinës, kemi edhe 10 kantone që përsëri e vështirëson punën e funksionalitetit të gjithë shtetit.
Këto 10 kantone kanë presidentin e vetë, kanë kryeministrin, kanë qeverinë e vetë, etj. Pra, në këtë konglomerat, ne kemi dikun rreth 170-180 ministra në Bosnjë Hercegovinë. Presidenca funksionon me 3 president, me 3 antarë të presidencës bosnjake, një përfaqësues i komunitetit serb, një kroat dhe një bosnjak. Kemi një problem që pakicat e tjera nëpërmes në kërkese ligjore të 2 përfaqësuesve të komunitetit e pakicë, po themi kështu, përfaqësuesi i komunitetit hebrej dhe përfaqësuesi i komunitetit rom, kanë bërë një rezolut edhe në Parlamentin Evropian dhe Këshillin e Evropës, që quhet rezoluta Sejdić-Finci, për qenë të përfaqësuara në të gjitha këto institucione dhe pakicat e tjera, dhe ka qenë njëri ndër kushtet e refuzimit të përafrimit me Bashkimin Evropian për Bosnjën e Hercegovinën. Pra, është një përzierje e madhe që don një stabilitet kushtetues për të zgjidhur problemet e tjera. Çfarë të thot stabilitet kushtetues? Pra, ku ka nevojë urgjente për të ndërhyrë, për të qenë mirë funksionale të gjitha këta etnitete dhe probleme që... Problemi kryesor është tek, po themi, duke filluar nga koka. Presidenca, me 3 presidentë që ndrohen 18 muaj. Imagjinone, president radhë 8 muaj dhe bie 2 herë tjetë brenda 4 vite mandatit tyre. Pastaj, 10 kantone, 10 kryeministra, 10 president. Halka të mbushura me administratë. Pastaj, kemi edhe një problem tjetër. Me 3 tetor të vitit kaluar janë zhvilluar zgjedhjet e përgjithshme nacionale në Bosnjë e Hercegovinë. Sot, ne jemi dikun po themi në mes të nëndorit të 2011-s. Nga 3 tetori i 2010-s, kur janë bajë zgjedhjet, akoma nuk është themeluar qeveria, nuk është formuar qeveria. Dhe kushtetuta e Bosnjës së Hercegovinës nuk e parashikon. Se nëse për kaq apo as ditë nuk krijohet qeveria, të ketë zgjedhjet parakoshme tjera. Pra qeveria ekzistuese vazhdon me mandat teknik që mund të shkojë deri në afatin ligjor të mbajtjes zgjedhjeve tjera pas 4 viteve. Pra të gjitha janë këto mangësi të marrëveshjes Dayton që hetohen tani. Por marrëveshja e Daytonit ishte kapaku i artë i gjitha atyre që po ndodhin në Bosnjë, ndërpreu luftën në Bosnjë Hercegovinë. Tani duhet ndërtuar institucionet për paqe, për stabilitet, por edhe për integrim euroatlantik të Bosnjë Hercegovinës. Më thatë pak më parë se ishit të keni një background, një formim të pasur gazetaresk. Në fakt, si e gjykoni... Pjesërisht, gjithsesi, si e gjykoni ju, kush mund t'i prish gjitha balanca? Në parim, në përgjithësi duket sikur funksionon mirë si shtet, edhe pse ka të gjithë këta etni të ndryshme, përfaqësi dhe grupime shumë të ndryshme, është një shtet në dukje stabil. Kush mund t'i prish? Da mund të riktheni edhe një herë gjitha problemeve që Bosnja ka kaluar, pra përfshirjes së luftës së brendshme të grupimeve apo... Nuk e besoj që, jo që vetëm nuk e besoj, por nuk e dëshiroj dhe nuk e uroj kurrë që të kthehet ajo që ka ndodhur më parë. Shqipëria dhe shteti shqiptar është për një Bosnjë unike, në këto kufi që është sot. Rregullimi i brendshëm është pjesë e strukturave, e vullnetit dhe zgjidhjeve politike që bëjnë komunitetet, popujt dhe përfaqësitë politike që i zgjedhin vetë qytetarët e Bosnjës së Hercegovinës, por ne si Shqipëri përkrahim rrugën territoriale të këtyre kufive të Bosnjës së Hercegovinës, sepse ndryshimi i kufive në Bosnjë e Hercegovinë do të sillte elementin zinxhir në të gjithë rajonin tonë. Dhe ky element zinxhir do të ishte me pasoja edhe më katastrofale se sa të atyre të viteve 90 në Ballkan. Pra, Bosnja e Hercegovina duhet jetë sa më parë antare e NATO-s dhe në rrugë të drejt Bashkimit Evropian. Vetëm antarësimi në NATO është elementi kryesor i cili do të siguronte paqen dhe sigurinë në rajon. Sa larg antarësimi në NATO është Bosnja? Bosnja ka disa probleme esenciale për antarësimin e NATO. Problemi kryesor i Bosnjës për antarësimin e NATO janë pronat e ish ushtrisë jugoslave. Akoma nuk janë definuar
se çfarë do të bëhet, nuk janë definuar pra kushtet ligjore se çfarë do të bëhet me pronat e ushtrisë jugoslave, të cilat nuk janë të pakta në territorin, në përgjithësinë territorin e Bosnjë-Hercegovinës. Ka përqindje sa shqiptar janë në këtë shtet, si janë statistikat? Sipas statistikave jo zyrtare, por të mbledhura në rrugë formale nga Bashkia Shqiptare në Bosnjë-Hercegovinë, para lufte në të gjithë Republikën e Bosnjë-Hercegovinës kanë jetuar dikun rreth 50.000 shqiptarë, por pas lufte besoj që ky numër është më pak se gjysma e tyre, rreth 20.000, 15.000, që janë mjaft të mirë të pozicionuar në të gjitha strukturat shoqërore, sociale, politike dhe kulturore të Bosnjë-Hercegovinës. Janë përfaqësuar janë me integritet të lartë moral dhe profesional shqiptarët atje. Shqiptarë gjën në të gjitha nivelet. Po them, nga pastrus në rrugë, po e marrë nivelin më të ulët, deri te general, rektor universiteti, kardiokirurge, vetmja kardiokirurge femër në Bosnjë-Hercegovinës shqiptare, dhe personalitetet nga më të ndryshme të cilat na kanë bërë një nder tepër të madh neve si komb. Sepse emri shqiptarit është i respektuar për këtyre njerëzve që kanë kontribute të jashtëzakonshme në Bosnjë-Hercegovinë, cilët kanë shkuar atje ndoshta shumica e tyre, baballarët e tyre për një, siç thuhet, për të siguruar një kafshat buk, por sot dyqanet më të mira në Sarajevo, ta themi në qytetin e vjetër i kanë shqiptarët. Dhe në të gjitha vendet kyçe ku dikun kërkohet që gjendet një njeri me vlera pozitive, padyshim që do të gjesh shqiptar. Për të vlerësuar që nga. Shkurtimisht do doja të më informonit mbi misionin tuaj si diplomat, jo për të qenë edhe më të qartë, ndoshta edhe me publikun. Cilat janë detyrat konkretisht ngarkuara juve personalisht në Bosnjë-Hercegovinë? Ambasada e Shqipërisë në Bosnjë-Hercegovinë është hapur ishtazi. Zyrtarisht është hapur me 2 qershor të vitit 2010. Unë si ambasador i parë i jashtëzakonshëm dhe fuqiplot i Republikës Shqipërisë në Bosnjë-Hercegovinë kam dorëzuar letrat kredenciale dikun nga mesi i muajit gusht. Pra kam një vit e 2 muaj që jam ambasador i jashtëzakonshëm dhe fuqiplot në Bosnjë-Hercegovinë. Gjatë kësaj kohe jam munduar, duke pas parasysh edhe udhëzimet e kryeministrit Berisha, të qeverisë, të Ministrisë Punëve të Jashtme, të ministrave në vazhdimsi në Ministrinë e Punëve të Jashtme, të krijoj sa më shumë lidhje mes Bosnjë-Hercegovinës dhe Shqipërisë. Sepse për një kohë gjatë kanë ekzistuar parajgjykime në Bosnjë-Hercegovinë për Shqipërinë, por edhe në Shqipëri për Bosnjë-Hercegovinën. Jemi munduar që të kalojmë këtë hap, të bëjmë lidhje sa më të forta ekonomike. Lidhjet politike padyshim që janë shumë të mira, ne nuk kemi çështje të hapura me Bosnjë-Hercegovinën. E kemi pasur lëvizjen e lirë të qytetarëve të dyja shteteve ndërsa Talzi që nga viti 2009. Rruga jonë ka qenë një pjesë e përbashkët për liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian. Deri me tani nga koha që unë jam ambasador në Bosnjë-Hercegovinë, ne kemi krijuar mundësinë e disa vizitave të niveleve të larta në të dy anë. Zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm zoti Ilir Meta ka vizituar gjatë vitit kaluar 2 herë Bosnjë-Hercegovinën. Zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm zoti Haxhinaso ka vizituar 1 herë Bosnjë-Hercegovinën. Personalitetet e tjera qeveritare, nivel zëvendës ministrash, deputet, kryetar komisionit parlamentare kanë vizituar në vazhdimsi Bosnjë-Hercegovinën. Nga Bosnjë-Hercegovina në Shqipëri kanë qenë në vizitë 2 herë kryeministri i Federatës Bosnjë-Hercegovinës zoti Mojezinović. Pastaj sot kemi përfunduar një vizitë mjaft të suksesshme të kryetarit të Kuvendit Popullor të Republika Srpska, zotit Radojčić. Pres që në fillim të nëntorit kemi 2 vizita mjaft të rëndësishme. Do të vi ministri i mbrojtjes i Bosnjë-Hercegovinës zoti Selmo Cikotić dhe kryetari i parlamentit të Bosnjë-Hercegovinës zoti Denis Beqirović. Gjithashtu sot kishim në kuadër të delegacionit të zotit Radojčić edhe një grup prej 20 biznesmenësh nga Republika Srpska. Në muajin mars kemi pas një vizitë rëndësishme të ministres së turizmit dhe ambientit Bosnjë-Hercegovinës në krye të një grupi të madh operatorësh turistik dhe gazetarësh. Kanë qenë 20 operatorë turistik
dhe 20 gazetarë të gjitha mediat të Bosnjës së Hercegovinës në vizitë njohëse studimore rreth një javë në Shqipëri, në bashkëpunim me Ministrinë e Jashtme të Republikës së Shqipërisë dhe Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve të Republikës së Shqipërisë. Pra jemi në aktivitet të ngjeshur për të parafruar të gjitha mundësitë që ekzistojnë. Ne e shohim Bosnjën e Hercegovinën si një target të rëndësishëm për zhvillimin e potencialeve tona turistike. Pas shtetasit të Kosovës dhe të Macedonisë, mendimi im është që shtetasit e Bosnjës e Hercegovinës janë ata cilët do të zëjnë vendin e tretë të vizitorëve dhe pushuesve në Bregdetet shqiptare. Te marrëdhëniet ekonomike do të ndaleshim çik më gjatë. Për çfarë mund të vinë të investojnë dhe kush lloj biznesi bosnjak mund të vijë të investojnë në Shqipëri, pra që gjendë terrenin e përshtatshëm. Cilat janë synimet e vëna në lidhje me Bosnia e Hercegovina ka shumë të zhvilluar industrinë e drurit dhe lëndën drusore, ka minjera, kripen, por ka edhe disa prodhime të teknikës së rëndë, po themi ashtu, në makineri dhe në gjërat e tjera. Unë jam duke punuar ngushtë me dhomën e tregtisë së Bosnjës së Hercegovinës për të krijuar dhe për të zhvilluar një aktivitet të madh biznesi në Tiranë, në mes të Bashkimit të Dhomave të Tregtisë Shqipërisë të udhëhequr nga zoti Zhilla, dhomës tregtisë së Tiranës të udhëhequr nga zoti Nikolin Jaka, që të bëjmë për afrimin e këtyre bizneseve dhe ato më mirë se sa kushdo tjetër mund të njohin cilat janë interesat e dyja palëve. Unë shpresoj dhe besoj që brenda aktivitit do të realizojmë në Tiranë atë takim të madh, për të qenë edhe një takim kthyes në Bosnjë Hercegovinë. Një hap konkret ka qenë ky i biznesmenëve nga Republika Srpska, pra do ta zgjerojmë këtë gamë, këtë fushë. Unë shoh me shumë interes plasimin e produkteve tona agroushqimore në Bosnjë Hercegovinë, ullirin, vajnë e ullirit, verat tona, mund tjetë rakia dhe shumë gjëra tjera, por besoj që këto shkëmbime ekonomike momentale të Shqipërisë me Bosnjën e Hercegovinën janë nivelet më të ulta të mundshme. Dhe kjo për disa arsye, përveç mos kontakteve, ka të bëjë shumë edhe infrastruktura rrugore. Me përfundimin e arterjes Shkodër-Hani Hotit, do të krijohet një mundësi shumë më e madhe e komunikimit dhe zhvillimit të biznesit mes të dy vendeve tona, sepse mund t'ju them qendra e kryeqytetit Bosnjë e Hercegovinës, Sarajeva, me qendrën e kryeqytetit të Shqipërisë, Tirana, është vetëm 390 kilometra. Dhe kjo nuk do të thotë ndonjë distancë shumë e madhe për mos të pasur shkëmbime më të mëdha ekonomike, turistike, kulturore ku ta diun. A preferojnë bosnjakët turizmi shqiptar, pra? Domethënë si janë ta përqindjet luhatit në vite të pushuesve bosnjak? Ne kemi pas rritje të dukshme progresive këtë vit. Ka dhe bashkëpunime mes agjencive turistike? Absolutisht, ka bashkëpunime mes agjencive turistike, por ka dhe shumë qytetarë që vinë pa agjenci turistike, por vinë individualisht me mjetet e tyre të transport me makina për të kaluar pushimet në Shqipëri. Si vjet, kemi pasur një, po themi, minimalisht 2 apo 3 fishim të pushuesve, sipas statistikave të dhëna nga Drejtoria e Kufirit Bosnjë e Hercegovinës, dikun që kanë deklaruar që do të vinë në territorin e Shqipërisë për të kaluar pushimin nga muji janar i këtij viti deri me 1 tetor të këtij viti, sillet deri 20.000 qytetarë. 20.000 qytetarë të Bosnjë e Hercegovinës, që kanë deklaruar që po shkojmë për në Shqipëri. Kjo është një e mirë tepër e madhe, sepse deri me tani nuk ka me asnjë opinion të qytetarëve të cilët kanë kaluar pushimin në Shqipëri, asnjë opinion të keq. Përkundrazi, intervistat e tyre, deklarimet e tyre publike, por edhe deklarimet e tyre në ambiente familjar kanë qenë shumë pozitive për Shqipërinë. Një opinion ndoshta dhe mënyrën se si e sheh ti, çfarë na bashkon me popujt, çfarë bashkon dy popujt, bosnjak dhe shqiptar, në nivel kulturor, në mënyrën se si perceptohet ndoshta edhe ardhmja. Ne duhet të kemi parasysh disa gjëra të cilat na bashkojnë me shtetasit e Bosnjës së Hercegovinës. E para
ne kemi një komunitet konsiderueshëm bosnjak që jeton në Shqipëri, që jetojnë në rrethinat e Shjakut, në Shjakut dhe Durrësit, në Maminas, Goxhas, Borake. Dikun llogaritet sipas statistikave të Bashkisë Bosnjake aty që jetojnë rreth 10.000 shtetas shqiptar me origjinë bosnjake. Qytetar lojal të Shqipërisë, njerëz shumë punëtor, shumë të vyshëm që e dojnë shumë Shqipërinë, por që kanë ruajtur dokët, zakonet, traditat dhe gjuhën e origjinës nga kanë ardhur. Këta qytetarë kanë ardhur në Shqipëri dikun rreth vitit 1875-76. Janë nga pjesa e Hercegovinës që quhet, nga rrethinat e Mostarit. Janë nisur me traget për në Turqi. Trageti i tyre ka pas një defekt në brigjet e detit Adriatik në Durrës. Kanë zbritur në Durrës, kanë dalur begler dhe agallaret e kohës. I kanë marrë dhe ju kanë dhënë falas pronat ku sot jetojnë këta njerëz, një komunitet i madh, por janë të shpërndarë në të gjithë territorin e Shqipërisë. Gjithashtu kemi komunitetin shqiptar që është edhe ai dikun rreth 270 vjet që ka shkuar në Bosnjë e Hercegovinë. Por kemi edhe komunitetin e ri shqiptar pas luftës parë, themin mes dy luftrave botërore dhe pas luftës së dytë botërore, kryesisht shqiptar nga Kosova, Macedonia, Lugina e Preshtevës, Malezi, por edhe nga Shqipëria. Mund t'ju them edhe disa elemente signifikative të kësaj lidhje tonë shpirtërore. Në Bosnjë e Hercegovinë, konkretisht në Sarajevo, ka lindur artisti i madh shqiptar me famë botërore Bekim Femiu. Po në Sarajevo ka lindur artistja e madhe shqiptare Tinka Kurti. Në Sarajevo, në komunën hebreje të Sarajevës, ka lindur përkthyesi i shquar, përkthyesi i madh shqiptar Robert Schwarz. Por në Sarajevo ka punuar gjatë mbi lahutën e Malësisë edhe Gjergj Fishta. A njihen këta vlera shqiptare në Bosnjë nga bosnjakët? Njihen, pranohen dhe respektohen. Shqiptarët atje, fëmijët e shqiptarëve, në çpik janë të integruar, pra në shkolla, ku është emergjente nevoja për ndërhyrje për të pasur kushte jetese sa më të mira? Komuniteti shqiptar nuk ka asnjë lloj problemi në shtetin e Bosnjës. I kanë gjitha drejtat që këto i kërkojnë. Varet nga organizimi i shqiptarëve. A janë të organizuar atje shqiptarët? Janë të organizuar në Bashkinë Shqiptare të Bosnjës e Hercegovinës. Kanë degët e tyre në Sarajevo, në Tuzla dhe në Mostar, por fatkeqësisht pas lufte, nga dëmët e mëdha nga që u ka shkaktuar lufta, njerëzit kanë qenë të detyruar të merren më shumë me zhvillimin e kapaciteteve ekonomike të tyre për të ndërtuar jetën e re. Dhe duket sikur pak ka mbet anash kjo pjesë, por ruajnë dokët, zakonet, traditën, flasin gjuhën shqipe, janë shumë të lidhur me vendin. Nga e kanë origjinën, po themi, nga Macedonia, nga Kosova, nga Shqipëria, vizitojnë disa herë brenda vitit, kështu që kanë mbetur lidhjet shpirtërore dhe fizike me vendlinjen. Së fundmi, ndër të tjera neve, shtetin shqiptar dhe bosnjakët na bashkon qoftë edhe një ëndër e përbashkët, kjo e Bashkimit Evropian. Nuk e di çfarë po bën ky shtet për të integruar në Bashkimin Evropian dhe si sheh këta të dy vende, pra përfshi dhe Shqipërinë, si dhe kur i sheh në Bashkimin Evropian. Nisur dhe nga problematikat që para. Shive, integrimi në Bashkimin Evropian duhet të meritohet. Ne jemi në rrugë të mbar për të plotësuar 12 kushtet për integrimin në Bashkimin Evropian. Dhe unë besoj e shpresoj që ne do ta bëjmë këtë. Sepse kemi vullnetin, kemi dëshirën dhe kemi synimin ton të qartë drejt Bashkimit Evropian. Në Bosnjë e Hercegovinë është shumë e vështirë. Sepse Bosnja e Hercegovina ka dalë nga një luftë të tmerrshme. Raportet ndëretnike dhe ndërfetare duhet të stabilizohen, duhet të stabilizohet institucionalisht dhe konstitucionalisht Bosnja e Hercegovina, por duhet bëhet edhe goxha punë për
për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Sepse antarësimi në Bashkimin Evropian është merit. Duhet ta meritojmë. Thatë pak më lartë se 49% ishte etnia... Territori është i ndarë, 49% e territorit të shtetit Bosnjë Hercegovinës është Republika Srpska, 51% e territorit është Federata Kroato-Bosnjake. Ndikim ka Republika Srpska në shtetin e tërësi, në Bosnjë e Hercegovinë, sa i përket problemave që paraqitet. Po natyrisht ka ndikim. Është lidhur ky komunitet me Natyrisht ka ndikim të madh sepse vendimarrja është 33%. Të treja komunitetet përfaqësohen nga 33% e vendimarrje. A ka ndikim qoftë edhe në politika dëmtuese të Bosnjë Hercegovinës në tërësi sa i përket çështjeve integruese që kanë dhe ka ndikim në politikat bllokuese. Ka bllokuese. Padyshim që po. Sepse rrethanat dhe kushtet janë tilla që ka ndikim. Të falenderoj për hapësirën që na kushtuat. Ishte kënaqësi që ishit në Channel One. Ju falenderoj për mundësinë e krijuar dhe jeni të mirë pritur në Sarajevo që ta shihni me syrin e tretë edhe Bosnjën. Nuk është larg dhe duhet ta njohim njëri tjetrin. Të falenderoj edhe një herë. Faleminderit edhe juve.